Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Bashkë po takuemi përsëri në episodin e radhës së Kosova tjetër. Sot kemi ardhur në fshatin Stanot i poshtëm në komunës së Vushtres. Ku me këtë fshat për nga afër do na njeh banori i këtij fshati, gjithashtu dhe kryetari i këtij fshati. Shumë faleminderit që na pritet fillimisht, a bëni prezantim të shkurt ju jeni. Faleminderit juve, faleminderit. Jam Rahim Ajeti, jam kryetari i këshillit të fshatit Stanot i poshtëm Lumar. Rahim, apo na njeh pak nga afër me këtë fshat. Çka karakterizon, sa është i madh si fshat, a njihet fshatra vetëm ndaj? Zakonisht Stanovi i poshtëm njihet si fshat i madh, ka dikun afër 600 shtëpi, janë mbi 6000 banor, ndërsa ka të ardhur nga të gjitha viset e Kosovës, jo vetëm këtu të komunës Vushtres, po kanë të gjitha viset, dhe jemi një fshat që merremi me bujqësi, blegtori e të gjitha këtu ka pak. Sa ka ndru ky fshat ndër vite? Ndërsa që kujton prej të kaluarës, për fëmijës tonë e sot, sa ka ndryshime këtë fshat? Ndryshimet janë shumë të mëdha. Duke fillu nga infrastruktura rrugore, kanalizimet, kjo sfundi para 4 viteve dhe ujësjellsi që ka qenë mjaft i domosdoshëm për fshatarët tonë, ndërsa i kemi ndërtu edhe 2 shtëpi komunitetit, këtu flas me vetë financim të bashkëfshatarëve, të cilët na kanë ndihmu, 2 shtëpi të komunitetit, kjo siç e shihni këtu mbrapa dhe tjera është në përfundim e sipër në lagjën tjetër. Çka karakterizon këtë fshat mas shumti? Për çka njihet ndoshta mas shumti? Po gjithçka, këtu kemi edhe kampion të sporteve, të llojeve të sporteve, kem zakonisht mas shumë të njeh edhe blegtoria dhe bujqësia. Blegtoria dhe bujqësia janë edhe sot zhvilluar? Po, janë jo në atë masën e madhe blegtoria qysh kanë qenë, po domethënë bujqësia është në masë të madhe, ndërsa blegtoria pak është zvogëluar. Kohëve të fundit në fshatra po edhe në qytete po ndodh braktisja e madhe e banorëve aty. Në këtë fshat sa e ka prej kjo dukuri? Sa ka braktisje në këtë fshat kohëve të fundit? Për fatin e mirë, fshati jonë veç vjen të ushtu. Kemi pas dikun 1200 diçka nxënësi, tash i kemi 320 nxënësi, tash i kemi mbi 350 nxënësi. Domethënë që çdo vit është duke ushtu popullsia, duke ushtu edhe shtëpi, duke rrit fshati, ndërsa dhe ne kemi bërë kërkesë t'ja bëjmë edhe një aneks shkollës se nuk po mjafton mirë. Për çudi për fshatra tjerë, do të thotë ky fshat nuk po braktiset për ndryshe, po popullohet themi. A është ky një faktor se është afër me qytetet? Është afër me qytetet edhe i ka të gjitha elementet, të gjitha nevojat e qytetarëve që i nevojiten një familje, një fshati, i kemi me ujësjellës me të gjitha. Janë gjitha kushtet për një jetesë mirë, nuk është se i mungon diçka, është edhe shkolla, është uji, po shohim se rrugët janë gjitha të asfaltume. Të gjitha i kemi gjelbrem, kemi të gjitha. E përmendëm më herët se shumica investimeve që janë bën këtë fshat janë bën me vetë investim të banorëve të këtij vendi. Po më tregon disa prej tyre cilat janë. Po investimet të nis prej lapidarit, i kemi ndërtu 2 lapidare, 2 shtëpia të komunitetit, kemi bën mbjelljen e drojve dekorativ në për fshat çdo rrugë, kemi vendos kontinierat në për bandere, e shumë tjera se anë ujësjellsin e kemi bën me vetë financim, me bashkëfinancim në komunën në ish-qeverin që ka qenë, e këso. Ka shumë mërgjimtar ky fshat? Po, ka shumë mërgjimtar cilët në çdo moment na gjindën prapë dhe na ndihmojnë për çdo projekt, për çdo iniciativë që marrim, na i kemi ata. Bili nëse nuk prish punë, kisha dashur me i falenderu edhe me emra. Ata është Haxhi Sen Mziu, është Arben Mziu, është Ali Durmishi, është Enes Tahira, e ka shumë cilët na ndihmojnë. Cilë gjatë gjithë kohës dhe pse janë atje vazhdojnë me kontribu për vendlindjen e tyre. Atje e kanë trupin, ndërsa shpirtin e kanë këtu. Po besoj edhe për juve kjo është këgja një ndihmese madhe për banorët që janë këto, që me mujtë me i përmbush gjitha kushtet ky fshat sot. Po, është ndihmesë jashtëzakonisht e madhe dhe ne si këshilli jemi të organizuar dhe nuk ndalemi kurrë duke punuar. Ka plane të reja për të ardhmen? Po, i kemi disa plane, na e kemi edhe darkën tradicionale të mërgjimtarëve, cilën jemi në prag darkës, besoj që ka fundi korriku çdo herë e kemi, do të jetë një atmosferë shumë e mirë dhe besoj që do t'juftojmë edhe juve që të merrni pjesë për herë të parë
Kjo darë ka mërgjimtarëve është çdo vit? Çdo vit është tradicionale. Tradicionale. Po, e kemi darkën tradicionale për mërgjimtarët dhe për veteranët e UÇK-s, e cila është me 28 nëntor. Mbahet këtu në fshat, na vjetar. Zakonisht nëse merr koha mirë e mojmë në oborën në rrethuën aty të lapidarit dëshmorëve, nëse është e kemi salla të mëdha këtu në shtëpinë e komunitetit dhe i mojmë brenda. E përmendëm lapidarin e dëshmorëve, po besoj si në gjithë Kosovën edhe ky fshat është prek gjatë luftës e numëron numër të dëshmorëve. Po, zakonisht i kemi 2 dëshmorë, njëri është i viteve të 90-ta, është Sadri Maksuti, ndërsa është edhe Nazmi Zhegrova, i cili është vrarë në gusht të vitit 98. Për fond, karakteristike këtij fshati po besoj po mbetet se nuk po braktisët. Krahas me fshatat e tjerë që kemi mësu me i pa thujse të bëshatisën, këto fshati po mbi popullohet. Këtë është një fat i mirë që fshati veç po rritet edhe po vazhdojmë jetën e lumtur, fal kushteve dhe infrastrukturës e të gjitha. Bujqësia, blegtoria, e përmendëm, vazhdojnë ende me u përdor. Po. Është zonë pjellore, është zonë e mirë për bujqësi. Zonë e mirë për bujqësi, për gjithçka. Falendrej shumë kënaqësi me pas një intervistë të bashkë. Faleminderit edhe juve, miropafshim. Faleminderit. Të dashur shikues, kaq kishim për sot nga Kosova tjetër. Ne takojmë në episodin e radhës në një vend tjetër. Deri atëherë, tong tong.